njëri prej ajete madhështore të Kur'anit, në cilën lartë madhëshme i drejtohet gjithë njerëzimit. O ju njerëz, ne ju kemi krijuar juve prej një mashkulli dhe një femre, dhe ju kemi bërë popuj dhe fise, që të njiheni njëri me tjetrin. Me të vërtet, më fisniku prej jush tek Allahu është ai i cili i ruhet të këqijave më shumë. Në të vërtetë Allahu është i gjithditur dhe i gjithë informuar. Pra ky ajet na tregon që ne si njerëz gjithë e kemi prej ardhen prej një mashkulli dhe një femre. Dhe rrjedhimisht Allahu i lartësuar na ka bë popuj dhe fise të ndryshme. Për çka? Për t'u krenuar njëri me tjetrin? Jo, për kundrazi, po thotë që ta njihni njëri tjetrin. Ta njihni njëri tjetrin, zakonet e njëri tjetrit, emrat, bjemrat, vendet, e kështu me radhë. Pra qëllimi pse Zoti na ka bën në fise të ndryshme, në popuj të ndryshëm, është që të njihemi njëri me tjetrin. E jo që të krenohemi.